2020 Edi Rama u ka dhënë portin Troplinëve. Troplinët janë banda me fuqishme. Kanë portin, nga viti 2023 gjerë sot, nuk është kap 1 kilogram kokain nga porti Durrës. Porti Durrës është port i lirë për kokaina. Ndërkohë Elbasanin e kontrollon një kartel tjetër, karteli Çela, i cili kontrollon heroinën. Këta lidhin rrogët, këta paguajnë. Janë zotër të padiskutueshëm të qyteteve, edhe në fshatra. Po këta kanë kontroll të plot shefat e policisë, gjykatësit, prokuror. Shkodra po ka Bajrin, që janë me një 10 ose 12 vrasje të regjistruara. Lushnjë ka hakmarrjen për drejtësi. Hakmarrja për drejtësi në dosjen e dënimit, se kanë qenë dënuar për jetë, ka liruar Edi Rama, të gjithë me ndërhyrjen e vet. Sot ata kanë zëvendësuar Aldo Barën në Lucian, zotrit e Lushnjës. Pra, kjo ishte para shumë, këto ishin shpjegime dhe këto ishin argumentime që ishte doktori, por kam dhe një sinkron, sepse tani kam përshtypur edhe një gjë tjetër. Pra, këtu të duhet ndajmë. Doktori politikan apo doktori prokuror i shpëtimit Shqipërisë nga narkoshteti. Pse? Sepse kemi informacione që brenda Partisë Demokratike po kërkohet dorëheqja e doktorit sepse humbi zgjedhjet. Pra, për një argument të ngjashëm me 250.000 vota më shumë të fituara, 200.000 vota sa ishin këto në kohën e 2021 që ishte Lul Basha tradhtari, po 200.000 vota më shumë. Sali Berisha 200.000 më pak. 200.000 më pak. Edhe nuk është tradhtar. Atëherë, sepse i bie, po ta kishte do ja bëj këtë pyetje. Në 2021 Basha, dhe ti bashkë për Bashën, sa gjithmonë kanë qenë bashkë, Nuk ishte banda me Edi Rama? Nuk ishin banda një, nuk ishte farse elektorale që ai i shiti, pyetje. Po tani është, nuk ka rëndësi, kjo është politika gjithmonë lundron mbi mungesën e kujtesës së turmave. Është e thellë kjo, po kështu ndodh. Tani, është kjo një lojë për të thënë që jo më dha këtu, unë jam viktim siç është Maduro. Unë dhe Maduro, do vëni imagjinoj që kur Maduro në Venezuela, gjithaj vënd, ka frikë nga narkosit shqiptare, imagjinoj çfarë bëhet në Shqipëri. Ka një detaj, Zhemi. Thuaj atë do kaloj pastaj si nga, po, patjetër. Të dhënat policore, domethënë flasin që janë 20 mercenar, të cilët 3 prej tyre kanë qenë komando, që kanë qenë të kërcënuar, të përgatitur, e ngas vetëm për të kërcënuar Maduro. Ishin të përgatitur nga grupe speciale për gru shteti. Dhe të mendosh që janë 20 komando mercenar të përgatitur. 20 persona apo 20 komando? 20 persona. Nga këto, 3 ishin komando, të cilët ishin përgatitur për grusht shtetit. Të 20 ishin shqiptarë, apo 3 nga këta ishin shqiptarë? Flasim që në mes të tyre kishte edhe shqiptarë. Kishte edhe shqiptarë, okej. Po ne, ku ka patur luftë, ne kemi qenë para gjithmonë, gjithë botën. Nuk është, okej. Pra, këtë më ndani, jemi një vend me kartel, jo psiqike, po me kartel droge. Mendoj që i kemi kartelet jashtë. Po. Paratë të tyre i kemi brenda. Apo PD-ja është zhytur në një luftë të fortë politike. 10 të lutem. Nëse të dhimbset, ende kjo krijesë që ndërtove vetë, i jepi drejtim, tërhiqu dhe lëre garën e lirëve të barabartë. Ki besim të demokratët. Jo si që bërë në vitin 2013, kur ja dhe aty Benjaminit tënë dhe shkatërove karrierën politike së Kololdashit. Edhe aty që bërë në qeshorë vitin 2021, të cilët i vodhët votat kandidatëve të tjerë për kryetar Partisë Demokratike dhe u prishët me 9 qeshorë në shtator të vitit 2021. Ti ke dhënë gjithçka sa partie, por këtë herë është e vërtet momenti që të shijosh me familjen, nipër e mbesa këtë energji që të ka dhënë Zoti dhe hapi rrugë shpëtimit Partisë Demokratike. Së dyti, doktor, të kam thënë përpara se të çonin në arrest shtëpie, mos dëgjo ato që ke pranë dhe bindju urdhit të gjykatës se do të marrin në qafë. Unë nuk do doja për koha më dha të drejtë. Sot po të përsëri thirrjen. Mos dëgjo ata që ke aty pranë dhe të frynë vesh se do të marrin sërish në qafë doktor Berisha.
Sona, Tani, ishte një thirrje, era parë që dëgjoj një artikulim kaq të fortë. një artikulim që... Jo, jep Dorëqen, Doriqu, Po ja thot dikush I cili ka humbur dhe nuk do jetë në parlamentin e ri. Nuk Jo, është s'ka pjesë. humbur, sa I gjithmonë ka pas fituar. Mirë, pra mirë, jam duke thënë zotëria në fjalë, nuk është pjesë e grupit parlamentar dhe të përshtator. Çështja është, a ja kërkon dikush nga ata që fituan zgjedhjet, fituan një mandat në PD, Sali Berisha të largohu, askush nuk ja thotë deri tani. Një muaj e ca pas zgjedhjeve, askush nga ata. Që ishte Gazi, një nga ata, dhe pastaj Unë do doja shumë të gjojnë zoti Bari të fliste në partinë, nuk kam parë. Adriana Kalaja ishte ta Dorëqen. Zonja Kalaja është një aktore, nuk është një faktor në PD, edhe nëse ja kërkon, por nuk ka deri tani unë po flas. Por kush janë këta faktorët në PD? Unë po flas, jam po të them grupi. I vetmi faktor që unë njoh është Sali Berisha dhe Tamur Noka. Tani, dhe Jorida. Pyetja e parë Kështu, do të thënë... tani, ne jemi me Joridën o burit. Po një sekundë, se Jorida... Tani, Zonja Tabaku ishte krahas Sali Berishës në Bruksel, kur ai tha gjithçka... Unë nuk kam me antipati, po kunda se kam simpati për Shqipërinë. Tani mos të bëjmë sikur të shohim gjëra. Shikoj, e di si është çështja... E kam unë fjalën me gjithë këmbguljen tënde. Faleminderit. Pyetja e parë, a është Sali Berisha një prokuror I shpëtimit të Shqipërisë apo është një politikan? Është një politikan. Edhe sikur krimi mos ekzistonte, për të justifikuar humbjen do ta shpikte Sali Berisha krimin. E para, e dyta, në PD do ta shpikte krimin. Do ta shpikte dhe të mos ishte për të justifikuar humbjen. Është një njerëz që kurse ka pranuar humbjen politik, nuk presin ta pranojë humbjen 30 vjeç sipër. Aq më tepër me këto barëra që ka juridike dhe politike ndërkombëtare. E para, e dyta, nuk ka sot në PD ajo që është grupi I rëndësishëm zyrtar I PD-s, çfarë është struktura e PD-s, njerëz që po luftojnë të largojnë Sali Berishën, kanë frikë ta bëjnë këtë. E duan gjithë këtë, nuk e hap kërkush gojen. Darsula I nderuar për gjithë kurajon e tij me një fjalim që as nuk e kishte lexuar përpara se të në parlament, me gjas dikush ja kishte shkruar, flet në pozicion e njeriu që është larguar nga PD-ja. Ta kishim parë zotin Sula të fliste, po të ishte në parti, do ta kuptoja ndryshe. Grupi I ri I Berishës shtatore tutje nuk ka hapur gojë deri tani në këtë. Politika ashtu është, kur ikën fletër. Po më zhej, po nëse flasim që ikën nga një sherr kështu nëse flasim për shanse për të luftuar Berishën së brendshmi, nuk ka deri tani as Gazbardhi, as Zonja Tabaku. Nel Pasan ka për namen, gjithmonë. Dakor, më dakord, mund ta e ka bërë namen edhe kësaj radhe. E ka bërë namen edhe kësaj radhe, se nuk ka ndonjë shtëpi. Si e ka bërë namen? Do ta shpjegoja kur ta kemi përballë, do ta pyesim që të mos I biem qafë pa I dhënë mundësi të mbrohet. Ai ka qenë aktiv në parti dhe ka qenë në zgjedhje ka qenë hakmarrës me Partinë Demokratike. Ata që kuptojnë çfarë ka ndodhur e kuptojnë. Sot Gazbardhi nuk ka thënë asgjë për largimin e Sali Berishës. Zonja Tabaku është shumë moderuar, jo vetëm që s'ka thënë asgjë, por ishte për krah zotit Berisha në Bruksel. Kur zoti Berisha në Bruksel sa për Shqipërinë. Ai është aty për krah zotit. Rinë aty mbronin PD nga doktori, po doktori ishte me gazet. Mor po dakord, po ishte kundër kur doktori ishte I doktor, ai doktori është I fuqishëm, nuk ka kurajon dikush I thotë kundër. Tani ka një problem se minutazhi këtu me juve, por ke panet një minutë. Ta sqarojmë një çik njerëzit më burit, se the 200.000 vota më pak. Çto më thënë në Shqipëri 200.000 vota më pak. Se koalicioni opozitar në 2021-shin merr 730.000 vota diku aty nëse zgaboj. 2025-ën nuk arrin të marrë dot 500.000. Kjo I thot merr 2/3 e zgjedhjeve të parafundit, se të fundit ishin këto tani. Tani, kur ti, pra, ke një rënje diku me 33-34%, rënje 33-34% në votë besim, kërse ra 10%, të biesh 34% në votë besimin e popullit, dhe të dalësh, sërish, dhe të thuash, narko shteti, të popullit, nuk e pranoj. Të popullit apo të kartelit? Si këtë popull? Po ne do importojmë popull nga Kina. Populli që votoj apo karteli që votoj? Kina. Ore tani, unë kam detyrë të respektoj mendimin e lidhjet të opozitës që përfaqëson 500.000 votues. U ti respektoj. Dakor, dhe ai thot, jo më valla, s'ka votu populli, ka votu karteli. Ose në një pjesë të konsiderueshme. Tani ky zotëria është zëri së vërtetës apo është zëri gënjeshtës, apo zëri që mbron vetë vetë. Zëri të vërtetës, duhet të ketë është marrëzia e madhështisë. Marrëzia e madhështisë. Ekzistojë me konceptin juridik të drejtësisë. Jo, mos më pyetni se
Pyetje retorike. Një pyetje retorike. S'kemi kohë për të përgjigje Cili është ai grup ose organizatë tjetër e fuqishme në Evropë që klasifikohet kartel? Keni dëgjuar klasifikohet në një kartel në një tjetër? Që kanë 5, 6, 7 herë më shumë të ardhurat vjetore nga trafikimi lëndë me narkotik. Askush. Në Itali, për shembull, deri në vitet suturuara etj. Në Itali deri në vitet 90. Po kartel nuk kemi. Ja e meriton Ndrageta emrin kartel, e Camorra, e Santa Corona Unita e këto, dhe prap nuk i thot njëri kartel. Në Itali, deri në vitet, deri para viteve 90, ka qenë një parti që fiton gjithmonë zgjedhje, në 45 vjeta, Demokracia Kristiane, bazën elektorale e kishte në Sicili, dhe te çizme, në fund çizmes, aty e kishte. Merrte 70% aty. Mirë, aty do kalojmë pastaj. Mirë, po them. Po flasim për francezët. Ka kaluar këto kriza foshnjore. Po mirë, njëra historikisht bëri Mussolini me arbëreset. Tani problemi është jo, është përpara Mussolini. Po pra, po pikërisht ato po flas. Si ju folet njëri, nuk po i thot njëri marokën dhe kartel, që sjellin kanë dyndur kanabisin në Evropë. Si shpjegohet që këta europianët nuk e shohin këtë gjë, ose nuk e përcaktojnë, sepse Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian ka miratuar raportin për Shqipërinë. Me njësër detyrash mbi ligjshmërinë dhe luftimin e krimit të korrupsionit. Me njësër detyra, pa detyra. Okej, të dëgjojmë dhe 5 dhe 3 minuta e fundit për debat. 5. Komisioni për punët e jashtme në Parlamentin Evropian ka miratuar raportin për Shqipërinë. 57 votuan pro, 11 kundër dhe 6 abstenuan. Raporti do dërgohet për votim në një nga seancat e Parlamentit Evropian. Duket se shumica e eurodeputetëve kanë për synim mbylljen e negociatave të Shqipërisë deri në vitin 2027. Por gjithsesi disa detyra i kanë lënë, siç janë përshpejtimi i reformave dhe forcimi i institucioneve demokratike. Më konkretisht kanë kërkuar forcimin e pavarësisë së gjyqësorit, thellimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Gjithashtu, rritja e pluralizmit dhe transparencës në media mbetet thelbësore. Mes të tjerash, raporti thekson polarizimin e vazhdueshëm politik të shënuar nga retorika konfrontuese dhe bën thirrje për një dialog më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës. Në fokus të raportit janë edhe shqetësimet serioze për ndikimet e huaja, veçanërisht nga burimet e lidhura me Kremlinin që kërcënojnë institucionet demokratike dhe aspiratat e Shqipërisë për antarësim në BE. Raporti ndalet edhe tek zgjedhjet parlamentare të majit 2025, të cilat konsiderohen konkurruese, por të zhvilluara në një mjedis shumë të polarizuar, me shqetësime për përdorimin e burimeve administrative. Sipas raportit, ndërhyrjet politike në drejtësi mbeten sfidë. Eurodeputetët bëjnë thirrje për përpjekje të vazhdueshme për të garantuar pavarësinë e gjyqësorit dhe për të rritur llogaridhënien. Atensiona, këta just Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian me ato të raportit që thotë që okej, ka probleme, po problemet nuk janë më të mëdha se sa detyrat e kryer nga Shqipëria për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ose do thonë defekte në normalitet, ose defekte normale, jo defekte katastrofike. Raporti Bashkimit Evropian që është... Janë Sorosian këta, janë të kapur dhe këta, janë konstruktiva. Ata janë disa burokrat Brukseli që për arsye gjeopolitike i kanë hapur derën Shqipërisë me një ritëm më të shpejt tani, ku ne nuk mund të lexojmë raportin e parë që po ne përgëzojmë Shqipërinë për progresin, dhe progresi kryesor që ka Shqipëria është SPAK dhe prokurorë speciale, po bashkë me to janë dhe një sër paragrafesh tjerë kritike për kriminalitetin, korrupsionin edhe mos funksionimin e administratës publike. Kështu që nuk mund të lexojmë vetëm paragrafin e parë që është pozitiv dhe të mos shohim çfarë thuhet në rrethana për gjithçka që është më thuhet. Të ishim në një vend aq demokratik sa Bashkimi Evropian, do ishim në BE sot, nuk do ishim duke hapur kapituj e pa mbyllur asnjë kapitull. Sa të hapësh kapituj është e lehtë, të mbyllësh një kapitull është sukses. Me që ma kujtoj, nga erdhi këtë Paris Saint-Germain me Interin, do më thënë një 250 veta shkon spital atë natë. Në rrugët Parisit dhe ka patur dhe të vdekur. Pikërisht pra. Ka viktima, çdo proces ka viktima. Franca e madhe, dhe Paris dhe gendarmerie française, tani,
sport, flasë për sport. Të thotë një francez e dëgjoj se do të nxjerrim nga Bashkimi Evropian se s'kontrollon dot Parisin. Si dakord. Si dakord. O zotri, ti pret që Bashkimi Evropian të mbylli derën se thot Berisha që ka kartel të lidhur me qeverinë. Çfarë quhet? Kam një pyetje, më pasuro pak, të lutem. Si të pasuroj ty Karamuço? Kam një pyetje. Çfarë quhet veprimtari antikombëtare? Jo, vashë. Ma thuaj. Është perceptimi yt Po ma thuaj tani. Veprimtari antikombëtare kush quhet? Nuk kam asnjë Kur komisioni, atëherë përgjigjem unë, kur komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian, më dëgjoj mua, kur komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian voton 57 pro, 11 kundër, 6 ishin të kafja, abstenonin, dhe ti del dhe thua, narkoshteti... Shtu kam votuar dhe në kur ka që Berisha në qeveri. Atere ku shuhet veprimtari antikombëtare? Po ti ka hap Berisha, ti ka krimi në Shqipëri... Berisha vizat, mos i harroti. Kur Berisha ka qenë në qeveri, ka hapur polisin. Po çdo me thënë kjo tani? Më pasuro, Berisha ka anti-shqiptar, Andoena do pasuroj da erdhin. Shiko, era e parë që Interpoli identifikon bandat më të rrezikshme në Europë, mes tyre Shqipërinë. Dhe di për çfarë? Për trafik narkotikësh. Janë çuna trima. 2024 lexoje 4 Çfarë do bëjmë tani? 2024. Po çfarë bëj Berisha? Mos do bëjmë gjithë rusët. Mos e thon. Diçka do bëjmë dhe trimatanta. Tani Berisha të mos thotë që ka frikë aty. Se bëni kështu më Tani Berisha të mos ketë frikë ata trimat. Mos bëni kështu më. Tani Berisha nuk i lejohet të ketë frikë nga trimat. E gjetën në Evropë drogën dhe krimin. Po dakor, Berisha. Edhe një herë. Berisha të mos ketë frikë nga këta. Një sekond. Thot bravo çuna. Ka frikë. Tu thot bravo çuna. Tu thot bravo çuna. Ka frikë. Tu thot bravo çuna. E kupton shtua. Ka frikë. Ka frikë. Jo, ka xhelozi që nuk fiton. Votime. Po merremi me tuaj. Ky Komisioni Evropian i Interpolit që bën për herë të parë këtë analizë. Nga 821 banda me 25.000 antar aktiv, Shqipërinë, banda shqiptare thot kryesojnë drogën më. E kupton di tani? Po mirë, a është ky një arsye për gjithë, jo për Berishën, kjo një arsye, se është gjeni femërore. Për çdo opozitë në çdo vend botës. A është arsye? Shumë bukur. Atëherë do të thotë që opozita... Në prill të 2024 s'ta ka të përgjigjem, opozita pra... Po e meritojmë neve të shkojmë në BE, me pra opozita pas ka arsye të fort. A ka opozita arsye të fort? Atëherë nuk dita shfrytëzoj këtë arsye të fort dhe të fitoj zgjedhje. E kupton sa të paft janë? Po si mund të fitoj zgjedhje se kritesh me qeverinë? Do 24 veta kur flasun dhe vetëm një fjalë. Kjo Shqipëria që kur vjen e shef kaq të bukur me këto investime, me këto gjëra, duhet ta themi dhe një çik medaljen tjetër që dhe Europë shkon edhe në sajt të gjithë këtiri pastrimi parash që bëhet nga këto narko e tjerë, të cilët këtu sjellin paran dhe që në një formë apo në një tjetër në 35 vite të dyja forcat politike, qoftë njëra, qoftë tjetra apo gjithë të tjerat, kanë ndihmuar apo mundësuar që kjo të legjitimohet në një lloj mënyre përmes pastrimit parave. Duam apo nuk duam ne? Dua ta mbyll sepse kam kaluar çdo. Pastaj ka një moment që këtu mbyllet rubrik. Në fund gjithë grovën Gjylaj me Anduena dhe pastaj, po. E para lidhet me këtë që thëtë Nida. Ka një të vërtet shumë të madhe. Shumë shtetet të Bashkimit Evropian godasin këtu, kërkojnë nga SPAK-u goditjen e grupeve individ, biznesmen, vetëm për shkak sepse kanë interesat e tyre që përfaqësojnë në Shqipëri, të kompanive private. Dhe kjo s'është normale, por që mund të ndodhi në çdo vend dhe e kanë legjitimuar. E dyta, shumë shpejt ne do të shikojmë që SPAK-u do të jap rezultatet e para për strukturën që ngriti për strukturën zgjedhore. Amin. Do të shikojmë që rruga nuk trokit Randa që kërkoi Zhej live në ditën e zgjedhjeve. Me që Anduena tha shumë shpejt, Zhej, pas një ore, ndronë, le, bolle pasurove, karo muqo, pas një ore, me që foli për çështje shpejtësia Anduena, pas një ore ndrohet data, vjen dita e nesërme, e unë do doja t'i uroja, do më thënë, gjithë vëllezërve musliman, gëzuar Kurban Bajramin, edhe bereqet, begati dhe paqe në shpirtin e çdo besimtari. Ti rrofë shëllaret se për pak e arruam, por edhe unë kështë një lajm, asi nuk thot, dhe çuditërisht, që na me keq që për herë të dytë, një shqiptar me emrin, që se inkuadrojmë dot këtë, kjo është vetëm si shqiptar nuk duhem, po shqiptarës, se kemi të certifikuar, quhet Antonio Albanese, Australian. Ka në mbiemër dhe është kryeministri i Australisë 2 mandat e rjeshtë.
është me origjinë arbërese, fletësipe shumë mirë atje. Për shumë, edhe ky shqiptarës, pa ne jemi të parë gjithë antej. Natë mirë, faleminderit për të debat të mrekullueshëm. Natë mirë.